Klubi i futbollit Arsimi nga dita e djeshme zyrtarisht ka filluar përgatitjet për kampionatin e ri 2026-2027 në ligën e parë të futbollit. Në grumbullimin e parë në stadiumin e Reqicës, krahas stafit teknik që drejtohet nga trajneri Vildan Saliu, ishin edhe 26 futbollistë në mesin e të cilëve kishte edhe nga Akademia e futbollit të KF Arsimi, ndërsa ditëve në vijim pritet të kompletohet edhe me disa përforcime në të gjitha repartet. Faza e parë e përgatitjeve do zhvillohet në terrenin e Reqicës, ndërsa ajo kryesore në Ohër, ku do të ketë edhe disa ndeshje kontrolluese. Trajneri Vildan Saliu për televizionin Koha tha se qëllimi i përgatitjeve është që në sezonin e ri ekipi të prezantohet denjësisht. Kena marrë gjitha masat e duhura që sot të startojmë me përgatitjet për sezonin e ri 2026-2027. Plani është hartuar, besoj fazën e parë do ta kryejmë këtu në stadiumin e fshatit Reqicë, ndërsa mendojmë deri nesër ta konkretizojmë edhe planin e ditë ose pjesën më të rëndësishme të përgatitjeve në orë, ku edhe atje do të zhvillojmë disa ndeshje kontrolluese dhe pastaj atë pjesën e tretë të kthejna përsëri këtu dhe në mënyrë sa më të përgatitur të mirëpresim fillimin e kampionatit. Vlen të cekë dhe potencohet sepse në koordinim me kryesinë, me analizën që kena bërë pjesa dërmuese e ekipit, të cilët kanë pas pesh në sezonin ton debutues në ligën e parë, janë përsëri në klubin ton, kjo ka shumë rëndësi dhe besoj me lojtarët të cilët jemi në bisedime si për t'i konkretizuar dhe lojtarët besoj që do na japin vlerë shtesë si përforcim, që të mundet të ndërtojmë një Arsim edhe më cilësor se vitin e kaluar, të jemi edhe më konkurrues, që besoj se do jetë një surprizë e këndshme për kampionatin ton. Kujtojmë se klubi i futbollit Arsimi tashmë ka zgjedhur problemin e sponsorizimit, ndërsa deri më tani bashkëpunimin e ka vazhduar me Fatjol Jusufin, Albin Ramadanin, portierin Dejan Siljanovskin, Bashkim Beliun, Semir Gjemailin, Subhi Mustafa dhe me Sikiro Ollaton Buson. Kjo do të thotë se edhe në kampionatin e ri ekipi vazhdon me ata futbollistë që mbajtën barën kryesore dhe përfunduan në vendin e 6.